I akuzuarin e. Në mbrojtjen e juaj të paraqitur në këtë gjykat, keni deklaruar se po kur është pyet për mbrojtësit e tij, keni deklaruar se ju me të akuzuarin Granit Flava spontanisht e keni bler armën, revolën, dhe çmimin e keni paguar, asaj revole e keni paguar ju. Po. A është kjo e vërtet? Po. Kjo është e vërtet. Nëse mund të edhe një herë me i tregu gjykatës pse ju e pagujtë çmimin e një revole me cilën e ka marrë Graniti, nëse ki një përgjigje? Po sepse ai tha që e shet dy fish të nesërmën. Kjo ishte arsyeja. Po. Kur nuk ishte për ju, sepse ai tha se Me atë qëllim e kum le. E shes dy fish. Mirë, cili ka qenë përfitimi juaj nëse Graniti e kish shit dy fish ato? Hiç asnjë përfitim, vetëm minimum. Vetëm minimum? Po. E pse ta ndihmoni Granitin? Po, sepse ishte bashkëshortari jam e shok i kushtrimit. Vetëm kaq. A keni ditë ju gjendjen ekonomike të Granitit? Jo. Nuk e keni ditë gjendjen ekonomike të Granitit? Jo. Të akuzuarit Granit, mirë? Nuk muj me thonë. Nuk muj me thonë që e kom ditë. Nuk e keni ditë që Jo. gjendjen ekonomike. Po atëherë, pse pagut jo për atë revole për Granitin, për të akuzuarin Granit? Sepse ai nuk kishte pare me vetë, më tha. Nuk kishte pare me vetë. Po. I akuzuarin e, a e dini që ma atë revole është vrarë bashortja juaj? Po. E kom kuptuar. E keni kuptuar. Ju thatë se nuk e keni pa vrasjen? Jo. As unë as fëmija. As ju, as fëmija. Jo. Në deklaratat e mahershme ju keni thonë që me vetur të policisë keni shku tek vetura tek vendi ngjarjes. Po, por nuk më kalon me dalë policia. Keni shku deri tek vendi ngjarjes dhe thoni dhe a keni pa liridonën e vrarë të rinj? Jo. Liridonën e kom pa vetëm të nesër me një mërkë. Vendi ngjarjes? A keni pa liridonën të vrarë në vetur? Jo. Po jo, unë nuk e kam pa liridonën, pas që policia nuk më ka lënë. A keni diskutu, a keni komuniku diçka me atë grabicin që ju e quani grabitës, a keni ndru fjallë? A keni ndru fjallë me grabicin? Vetëm telefonin kër ma ka kërku. Nuk, vetëm telefonin. Kër kom qitë për mi tavan. Po. Vetëm telefonin ju ka kërku grabici? Jo, fillimisht paret, po kur... Fillimisht ju ka kërku paret, po, këtë senet tha qëtëni. Këtë senet tha qëtëni. Edhe unë i thash lirë dozje pje këtë qka ki. Mirë. Për pare kisha fjallën. Për pare kishi fjallën. Ju në mbrojtjen e juaj të dhëna këtë gjykat, keni deklaru se, keni mendu se grabici do të marrë veturën e juj. Për ato edhe ke dalë për veturës, edhe ja ke lëshu vendin. A është kështu? Po, e kom lonë edhe qelësin në vetur. E ke lonë edhe qelësin në vetur. Po, a i tha liridonës nga vetura? Po, i kom thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Po, vra po pas me i kom thonë.
Grabici shkoj drejt e tek dritarja pasagjerit, ashtu thatë, keni thonë, Po, apo? të dera pasagjerit. Te dera pasagjerit. Po. A ka provu me dalë tek ju, se zakonisht grabica dalin ka shoferi, se shoferi ka pak, Jo. nuk ka provu me dalë tek mirë. A keni pas mundësi me lëviz veturën, me qenë se keni thonë që grabici ju ka dalë pa pritmas, Po. ju keni qenë me veturë, Po. edhe a i ka qenë koma, po? Po. Në mes rrugës. Në mes rrugës. Po. A keni pas hapësirë në njërën apo anën tjetër të i kaloni? Hapësirë, kom pas me të i kalu, me shkel ato, kom pas, po në atë moment Lirdona ka bërtit nalo, edhe unë e kom nërë veturën. Keni pas hapësirë të anashkaloni Po. grabicin, Po. po Liridona Po, ka jo. thonë me undalë. Po edhe, në më thonë, moment shok aty nuk Ka qenë moment shoku dhe e di. nuk keni ditë si Unë- të veprane. Ajo tha nalo në nala. Vendimi gabum, por kështu ndodhë. Sa metra largë e kënë dëgju krisma. Sa metra. Po, Po unë kom qenë diku 20-30 metra larg kur ka Christmas. po, kur ka kërsitar. Besoj 20-30 metra. Po, gjatë asaj kohë, sa i keni marrë, ke qenë duke ikë me fëmin. Po. A ke këthy ndonjëherë kokën pas Jo. me pa ashtë Liridona? Jo. Nuk e keni këthy Jo. kokën pas me pa ashtë Liridona, duke ju ndjekë. Dhe kur kemi dëgju Christmas, kemi vazhdu më ngajt. Edhe kur e keni Po, vazhdu. sepse unë mendova... Nuk e ke këthy kokën Jo, fare. sepse mendova që është në drejtim tonë ka gjumë.